Në vitin 1912 të shpalljes pavarësisë, çfarë qëndrimi mbajti Esat Pasha? Esati ka veprime direkte të, po them, në përkrahjen e pavarësisë. Është pjesëtar i mbledhjes së fshehtë të Taksimit të famshëm, që u bë një përbetim për luftën ndaj pavarësisë. Ishte pjesëtar kryesor Esati. Kam dokumente që kontribuon me të holla për lëvizjen. Kam edhe gazeta dhe tolla që kanë nderdhur personalisht. Mban një fjalë në parlamentin turk kundër ekspeditave të Turgut dhe Xhafit Pashës në 1910-11, të cilat ishin shumë përgjithshme dhe i drejtohet që ju i keni kthyer shqiptar kundras me politikat tuaja, i drejtohet Gjon Turqve, dhe del hapur kundër tyre. Dhe ishte, në qoftë se në fillim pati një marrëdhënie, krijuohet një grup i pavarur në parlamentin turk kundër Gjon Turqve, ku ishin përfaqësuesi shqiptar. Ka marrëdhënie të mira me Ismail Qemal Vlorën, shumë të mira, derisa ndërhyn në momentin ku një deputet Gjon Turq deshi ta qëllonte, vuri dorën brez, sepse ishte ideja e fyrës dhe e nacionalizmit shqiptar, sepse ndoshta ne shqiptarët jemi më të mirë jashtë Shqipërisë se sa brenda Shqipërisë, në lidhje me aleancët me shoqatat e tjera, solidaritetit. Në vitin 1912 shpallet pavarësia, pozicioni tij kush ishte? Në shtator me rezervistët e Tiranës, me urdhër direkt nga Stambolli dhe të Valiu të Shkodrës, niset për mbrojtjen e Shkodrës. E kishte lënë ndërkohë postin e deputetit apo jo? Pati lëvizje shqiptare. Nuk ishin këto rregullat e mospërputhjes postit me... Jo, kishte lëvizje politike, ka qenë pushtimi i Shkupit nga vullnetarët shqiptar, Hasan Prishtina, kanë qenë dhe të tjerë aty, ka qenë edhe Toptanas aty pjesa e refikut. Po, pash edhe tek një fjalim që mbante pikërisht Esat Pash Toptanin. Sepse këtu është një libër i cili është botuar me dy vëllime, nga Hasan Bello. Kjo është në fjala në parlamentin turk. Bëhet fjalë 8 dhjetor të 1910 direkt mas ekspeditës së Turgut Pashës. Janë dy volume të botuara këto edhe me kontributin tuaj, ku ai edhe ju falenderon. Atëherë, zoti Kika... Pra, në këtë periudhë para pavarësisë, ai ndodhet në Shkodër, organizon trupat vullnetare, jo vetëm nga Tirana. Kam një libër të botuar nga si thuaç drejtuesit e lartë ushtarak të shtabit mbrojtjes së Shkodrës në Turqinë 1933, ku flitet që trupat vullnetare shqiptare të organizuar direkt nga Esat Toptani ishin 17 batalione. Jo vetëm nga Tirana, ishte nga Kruja, Elbasani, Peqini, e tjerë, ishin goxha, bëhet fjalë që kalonin, po të nisesh me konceptin e batalionit diku 500 në 1000, bëhet fjalë mbi 10.000 vullnetar, dhe mund të them një gjë tjetër, që roli i Esatit ishte edhe vendimtar dhe në këtë gjë, sepse në të gjithë vendet e tjera ku u bë rezistencë ndaj
trupave Aleancës Ballkanike, serbo-greke, malazeze, bulgare etj. Shqiptarët kanë qenë të përçarë me turqit. Në Kumanov nuk u luftua, në Manasir nuk u luftua, Selanikën e dorëzun po shqiptar, në Janin kishte një konflikt deri ku të hapur midis turqve dhe midis shqiptarve. Në Shkodër është i vetmi rast ku ka një unison dhe kjo është për meritën e Esatit, sepse Esati me gratë ishte një gradë më lart se sa Hasan Eza Pasha. Dhe drejtimin ja dha drejtim Hasan Eza Pashës, por kërkoi dy gjëra, që të gjithë vullnetarët shqiptar duhet të trajtohen me të njëjtin mënyrë, ndaq me dietën ushqimore, ndaq me armatim, si ushtarët e rregullt turqë. Dhe nuk u bë më diferencë nga 8 tetor konsiderohet fillimi i luftës edhe deri në fund. Ndërkohë, Esat Pasha nuk kishte paraqitur ambicie për të marrë pjesë në qeverinë e Ismail Qemalit. Është shumë më vonë. Ishte shkëputur fare. Ishte deri në këtë moment ai luan në rolin ushtarak. Jo, ishte koncepti është i tillë në si më thon mbledhjen në si quhet në beslidhja e taksimit që gjithë personalitetet më të mëdha vendosën të luftojnë për autonominë e Shqipërisë, ka veprime konkrete, por intensifikimi i fjalëve politike është tetori, nëndori, në periudhën ku Esati ishte i veçuar. Ishte në Shkodër, ishte rrethuar në Shkodër. Atëherë, ky është një libër Opsada Skadra, i botimi vitit 1926 në Beograd, që flet për rrethimin e Shkodrës, për betejën që është bërë aty. Ndërkohë neve kemi edhe një hartë që është pjesë e këtij librit, që tregon rrethimin e Shkodrës, një rrethim bajagi i ngushtë, siç mund të quhet duke përdorur një dialektalizëm shkodran. Këtu kemi Shtojnë që vjen, këtu kemi Badanjori, është Bërdica, është pjesa tjetër e Taraboshit. Këtu është Taraboshi nga bombardoi Shkodra. Po. Tani është mua më vjen gjithmonë keq kur flitet për rrethimin e Shkodrës, pasi në histori ne nuk, jo vetëm që nuk e vlerësojmë, por e nënvlerësojmë një nga betejat më të mëdha të bërë nga shqiptarët. Pavarësisht se ishin trupat turke, është një nga faqet më të ndritura tona, që duhet patjetër të vihet në vendin e duhur. Bëhet fjalë ishte një betejë që në një farë mënyrë nga la Shkodrën. Është një rrethim që të kuptojmë në kohë më të gjatë se sa Stalingradi. Është gati 200 ditor. 200 ditë. Është një periudhë shumë e gjatë rrethimi. Është një betejë me pasoja goxha, edhe me trimëri, ku forcat malazeze, por dhe serbe kanë pasur humbje të jashtëzakonshme. Po t'jap vetëm një fakt historik për të kuptuar volumin e asaj lufte. Është vetëm një betejë 4 deri në 5 orë në Bërdic, ku për 4 deri në 5 orë vriten 1550 serb. Dhe janë dhe rreth 400 të tjerë që janë të vrarë, të plagosur dhe rob. E gjithë historia e epopesë në luftës nacionale shqiptare, sipas Wehrmachtit, në Shqipëri janë vrarë 1800 gjerman dhe 300 të humbur. 4.000 janë vrarë në fakt. Më kanë thënë mua atasheu ushtarak gjerman. Mu më figuron të dhënat e Wehrmachtit. Sepse ka pas edhe robë luftës që janë vrarë më vonë, ka pas edhe të vdekur nga
për shkak të sëmundjeve, aksidenteve etj. Atashe ushtarak gjerman më ka thënë 3900, po ku nuk përfshiheshin Auslander, këta trupat Waffen që ishin të huaj, se kishte edhe shumë marrmen, po këta nuk futen në shifrat e tyre. Nejse, duke u kthyer tek është me të vërtetë është një mbrojtje e jashtëzakonshme. Dhe tu do bën një ndalje diskutohet Hasani Zapasha. Do të them vetëm të dhënat historike. Ekziston ditare. Sa trupa turke kishte? Ishin gati të barabartë. 13500 ishin mbetur në Shkodër, në një kohë që qendra e Shkodrës kishte diku të 20.000, por mbrojtjet e Sanxhaku, mbrojtjet Tuzin etj. Dhe patën 2000 ushtar turq që u vranë dhe u kapën në rrobë në Tuz. Disa ishin në Sanxhak, në Novi Pazar etj. Në Shkodër ishin 13500. Po kaq dhe shqiptar. Këta ishin kryesisht vullnetar vendas apo edhe nga Shqipëria e Mesme, redif të Shqipërisë së Mesme? To janë nga Shqipëria e Mesme, nga Dibra dhe nga Komiteti Mysliman i Shkodrës. Komiteti Mysliman i Shkodrës. Atëherë Hasan Riza ju thatë që rrethimi zgjati 200 ditë. Në cilën ditë të rrethimit u vra Hasan Riza Pasha? Me 30 ose 81 natën midis 30 dhe 81 janarit 1918. Por të tregoj paktën rrjedhën e luftimeve. Jo, më fal, vetëm dua të bëj pastaj tregojeni juve. Atëherë i bie që Shkodra ka rezistuar 200 ditë. Sa ditë ka rezistuar nën komandë të përbashkët Hasan Riza? Më shumë me Esatin. Më shumë i bie periudha po them në këtë kohë. Pasi do me thënë duhet të rezistuar 4 muaj me Esatin. Jo, më ka diçka. Rrethimi i plotit Shkodrës bëhet në fillim të nëndorit. Në mos gabojmë diku tek data 15 deri në 17 nëndor, kur nga ana jugore mbyllet rrethimi nga ana e serbëve, që kishin depërtuar nga Shëngjini, pastaj në pjesën jugore të Shkodrës. Nga data 8 dhe zyrtaruar, pastaj më zyrtarisht në 17 dhjetor, e deri më 25 janar ka qenë periudhë arpushimi midis forcave ballkanike dhe perandorisë osmane. Periudha nëndore ka qenë shumë e lagësht, që veprimet ushtarake ishin pak të pamundura dhe merita kryesore e Hasan Riza Pashës ishte linja e fortifikimit, pasi ai kishte mbaruar akademinë në Gjermani për fortifikime. Dhe prandaj është, për shembull, janë përdorur, është një diçka që janë përdorur projektor drite me karbit gjatë betejës Berdicës, që u bë një sulm natën, që i nxori zbuluar forcat serbe. Domethënë ishte një nivel organizimi modern, ishte një luftë moderne. Forcat serbe patrulluan edhe me aeroplan. Një rrëzohet në Shkodër. Po, për herë të parë, e vërtet është. 4 aeroplan të parë dhe njëri u rrëzohet në Shkodër prej tyre. Zoti Kika, atëherë vim në momentin e dorëzimit të